Horoskopi muajit dhjetor 2025. Dashi, dhjetori për ty duket i qetë dhe i mbushur me momente të mira. Venusi dhe dielli sjellin energji të buta dhe të ngrohta. Ky është muaji ku duhet të pushosh pak, të çlirohesh nga lodhja dhe të lejosh veten të kënaqesh më shumë. Edhe pse ke shumë përgjegjësi, jeta nuk mund të jetë vetëm detyra, orare dhe angazhime. Nëse do të ndihesh më i qetë për të ardhmen, duhet të gjesh një ekuilibër mes punës dhe kohës për veten. Ky është misioni yt këtë muaj. Nëse dëgjon zemrën dhe merr vendimet e duhura, rruga hapet vetë. 2 javët e para, vetdije dhe riorganizim, kalimi i diellit të shtyn drejt jetës së plotë. Kohët e fundit mund të kesh pasur ndjesinë se je mbytur vetëm në detyra dhe ke harruar veten. Kjo mund të ndodhë, por nuk vazhdohet gjatë kështu. Në fillim të dhjetorit duhet të rregullosh ritmin tënd. Mendoj gjërat me qetësi, ndrysho orarin, gjej ca minuta vetëm për ty. Festat po afrohen, këto ditë para festave do të ndihmojnë të reflektosh për vitin që po mbaron. Ka qenë një vit me shumë ngjarje dhe jo gjithmonë ke pasur kohë t'i kuptosh siç duhej. Tani mund t'i analizosh më qartë, të kuptosh çfarë të lodhi, çfarë të mësoj dhe çfarë rrugësh të reja ke përpara. Nëse je i sinqert me veten, ky reflektim do të rrisë shpirtërisht. Hëna e plot, 4 dhjetor, kjo hënë të shtyn të mendosh për dëshirat që nuk i ke plotësuar. Ke ngritur një mburojë rreth vetes për shkak të disa plagëve të vjetra. Ke menduar shpesh se gjërat e mira nuk janë për ty. Tani është momenti t'i heqësh këto ide dhe t'i japësh vetes më shumë të drejtë për lumturi. 2 javët e fundit, ngrohtësia e festave, Venusi me hënën sjellin dëshirë për shoqëri, dashuri dhe afërsi. Muaji i festave është perfekt për këtë. Do të ndihesh më i butë, më i hapur dhe më i gatshëm të shprehësh dashurinë ndaj njerëzve të tu. Kujto që lidhjet me ata që duam janë thesari më i çmuar. Jeta në çift, nëse je në lidhje, gjysma e dytë e dhjetorit do të jetë e mbushur me momente të mira, kujtime dhe afërsi emocionale. Nëse je single, sinqeriteti yt bëhet magnet. Mund të afrohet dikush krejt i ri, ose dikush që ke njohur prej kohësh, por që nuk e kishe parë me këto sy. Dhjetori sjell surpriza, hëna e re, 19 dhjetor, kjo hënë të nxit të besosh më shumë te vetja dhe të veprosh sipas vlerave të tua të vërteta. Jeta kalon shpejt, ndaj mos e humb kohën duke e shtyr lumturinë për më vonë. Ti ke gjithçka që të duhet për një jetë të dashur, të pasur dhe të plotë. Mos e harro asnjëherë. Demi, dhjetori vjen me lajme shumë të mira për ty. Dielli, Merkuri dhe Saturni krijojnë një kombinim perfekt për shenjën tënde. Ky është një muaj që sjell gëzim, butësi dhe rezultate pozitive. Në punë dhe në shtëpi do të kesh energji të fortë, dëshirë për të bërë më shumë dhe për të futur në projekte që të ngrohin shpirtin. Do të shohësh më qartë mundësitë që ke në dorë dhe e ardhmja do të duket më premtuese se zakonisht. 2 javët e para, dielli të jep qetësi dhe humor të mirë. Në fillim të dhjetorit do të jesh më i qetë, më optimist dhe më mirënjohës për gjërat që ke. Edhe pse nuk priten ndryshime të mëdha menjëherë. Ti e di të vlerësosh anët pozitive, duke u fokusuar te e mira, dita ditës do të ndihesh më i lehtësuar. Disa shohin gotën bosh, por ti e sheh gjysmën plot. Ky optimizëm do të ndihmojë të kapësh mundësitë që të dalin. Fryma e festave të merr me vete, shkëlqimi i dritave, përgatitjet, dhuratat dhe takimet familjare do të fusin në atmosferën e ngrohtë të festave. Do të kënaqesh duke menduar për njerëzit e tu dhe duke përgatitur surpriza për ta. Këtë vit ke dëshirë të kujdesesh për të tjerët më shumë se zakonisht. Hëna e plot, 4 dhjetor, kjo hënë të shtyn të kujdesesh më shumë për jetën tënde sentimentale. Rutina mund të jetë e qetë, por mund të bëhet edhe pengesë. Dhjetori të shtyn të ndezësh pak zjarrin në çift, të bësh diçka ndryshe, të surprizosh. Nëse je single, një ndryshim i vogël në sjellje mund të hapë një derë të re në dashuri. Gjysma e dytë e muajit, qetësi, plane dhe reflektim. Dhjetori i dytë sjell paqe dhe mendim të kthjellët. Ti nuk merr vendime me nxitim, veçanërisht ato afatgjata, andaj ky muaj të përforcon këtë instinkt. Do të shohësh shumë më tepër mundësi përpara teje, sepse do të kesh durimin të mendosh dhe të analizosh pa presion.
Ndjenja e kontrollit mbi jetën tënde do të bëjë të ndihesh më i qetë, karriera, premtime të mira. Nëse dëshiron një ambient pune më të bukur, hëna tregon se mirëqenia jote varet shumë nga atmosfera, jo vetëm nga pozicioni apo detyrat. Në gjysmën e dytë të muajit do të kesh dëshirë të qetësosh tensionet dhe të afrohesh me kolegë të caktuar. Po kërkon punë të re. Shanset e suksesit janë më të larta se mendon. Hëna e re, 19 dhjetor, kjo hënë të këshillon të mos harxhosh energji kot për vogëlsirat. Përqendrohu te qëllimet e mëdha. Lëri gjërat e parëndësishme më njanë dhe kujdesu për ato që vlen vërtet. Gjatë festave humori yt i mirë do të ndikojë të gjithë përreth. Edhe pse nuk ka ndryshime të menjëhershme, ti e di që ke aftësinë dhe forcën për t'i realizuar ëndrat e tua. Dhe vetëm ky mendim të mbush me buzëqeshje. Binjak, bashkimi i diellit, Saturnit dhe Uranit në qiellin e binjakëve krijon një atmosferë të çuditshme këtë muaj. Saturni kërkon durim dhe hapa të ngadaltë, ndërsa Urani sjell ndryshime të papritura. Për këtë arsye, është e vështirë të thuhet saktësisht si do të rrjedhë dhjetori. Ajo që duket e sigurt është se së shpejti do të pyesësh veten se cili drejtim është i duhuri për ty, por nëse gërmon pak brenda vetes dhe je i sinqert me dëshirat e tua, gjërat do të bëhen më të qarta. 2 javët e para, përballje me përgjegjësitë. Në fillim të dhjetorit do të kuptosh që disa pjesë të jetës tënde nuk të kënaqin më si më parë. Mund të ndodhë në dashuri, në punë, ose në mënyrën si jeton përditshmërinë. Përpara se të veprosh, duhet të reflektosh thellë. Dielli në shenjën tënde të fton të kthehesh tek atë që vërtet të duhet, çfarë të motivon dhe cilat janë pengesat që të mbajnë në vend. Vetëm pasi ti sqarosh këto, do të ndihesh më i qetë dhe i sigurt për të ardhmen. Pra, puna nis nga brenda teje. Frymësia e krishtlindjeve të ringjall shpirtin. Gjatë këtyre ditëve do të gëzosh me gjërat e thjeshta, dritat e rrugëve, aromën e pishave, atmosferën festive dhe momentet me njerëzit e tu. Kjo ndjesi e ngrohtë do të rikthejë shpresën dhe do të tregojë se jeta jote mund të bëhet edhe më e bukur. Kujdesi që u kushton të dashurve do t'i forcojë lidhjet dhe do t'u tregojë sa të rëndësishëm janë për ty. Hëna e plot, 4 dhjetor, kjo hënë ndes kurreshtjen dhe dëshirën për të provuar gjëra të reja. Ti ke nevojë për stimulim mendor dhe ide të freskëta që të ushqejnë përditshmërinë. Kjo energji do të shtyjë të zbulosh aktivitete të reja dhe të zgjerosh rrethin tënd. Mund të lindin njohje interesante, si në dashuri, ashtu edhe në miqësi. Sqarimi i mendimeve, idetë e para për drejtimin që do të marrësh do të fillojnë të dalin vetë. Tani është momenti të ndash atë që ka vlerë nga ato që nuk vlen. Ti ke plotësisht aftësinë të kuptosh çfarë është thelbësore dhe çfarë është e tepërt. 2 javët e dyta, koha për të përgatitur planet. Në pjesën e dytë të dhjetorit, Urani do të nxjisë të veprosh shpejt, por Saturni do të mbajë me këmbë në tokë. Ai të kujton të mos nxitohesh, të mos ndërmarrësh hapa pa menduar dhe të shikosh drejt afatit të gjallë. Edhe pse ndjen nevojë urgjente për ndryshim, e di shumë mirë që çdo veprim ka pasoja. Kjo do të shtyjë të ndryshosh disa zakone të përditshme që e ke kuptuar se nuk të bëjnë mirë. As fizikisht e as emocionalisht, për gjërat e mëdha ke kohë të mendosh më vonë. Kjo qetësi dhe mençuri është një pikë e fortë për ty, diçka që disa vite më parë nuk do ta kishe pasur kaq lehtë. Bëj kujdes me financat. Impulsiviteti që sjell Urani mund të fusë në rrezik financiar. Mund të tundohesh të blesh gjëra që nuk i ke realisht të nevojshme ose të marrësh vendime të ngutura me kursimet. Nëse nuk do probleme me llogarit, mos harxho për gjëra të kota dhe mos u rreziko me investime të pamenduara. Pasi ta qetësosh këtë energji impulsive, do të arrish të krijosh një strategji më të qartë për paratë. Madje mund të gjesh edhe mënyra interesante kursimi që të duken të leverdishme. Hëna e re, 19 dhjetor, kjo hënë e re të nxit të flasësh hapur me njerëzit që beson. Shpërndaje dyshimet e tua dhe dëgjo këshillat e tyre me vëmendje. Edhe pse ti ke dëshirë të jesh i pavarur, jeta tregoj se përvoja njerëzore është e përbashkët, është humbje të mos përfitosh nga mbështetja e tyre. Dhe mos haro, kur ata të kenë dyshime, edhe ti do të jesh aty për t'i dëgjuar. Të ndihmosh dhe të ndihmohesh është pjesë e rëndësishme e jetës.
Gaforia, dhjetori 2025 hapet qetë dhe me fat për ty yjet janë realisht në anën tënde. Venus, Marsi dhe Neptuni krijojnë një ekuilibër të rrallë në qiellin tënd astral, një harmoni që nuk do të përjetosh shpesh muajt e ardhshëm. Takimi i Venusit me Neptunin ndes ndjeshmërinë tënde. Të shtyn drejt ndarjes, afrimit, kujdesit dhe vlerave të forta që ti nuk i tradhton kurrë. Kur një kaos të prek zemrën, ti nuk rri gjatë në pritje. Përfshihesh. Vepron. Ky muaj nuk do të jetë ndryshe, ndërkohë, Marsi të jep energjinë e duhur për të pranuar dhe përballuar ndryshimet. Jo ndryshime të rrezikshme, por ato që i ke kërkuar prej kohësh. Tani e di çfarë do. Dhe e kupton se asgjë nuk vjen pa luftuar. Ky është momenti kur ti nuk mjaftohesh me ëndra, ti shkon drejt tyre, 2 javët e para, kohë për të ndarë dhe për të ëndërruar një të ardhme më të mirë, edhe pse rutina jote shpesh të jep kënaqësi. Në gjysmën e parë të dhjetorit do të kuptosh se sa më e ëmbël mund të jetë jeta jote. Kalimi i Neptunit në qiellin astral të Gafores të shtyn të mos i lësh më pas ëndrat dhe idealet e tua, të cilat kohët e fundit i ke anashkaluar prej ritmit të ngarkuar të ditës, puna. Përgjegjësitë dhe njerëzit që ke rreth vetes shpesh nuk të kanë lënë kohë të kujdesesh për veten. Por javët që vijnë do të japin guximin të shohësh situatën tënde me sinqeritet dhe të identifikosh çfarë duhet ndryshuar. Ky proces i brendshëm do të hap rrugë të reja, ide të reja dhe zgjidhje që nuk i kishe vënë re më parë. Koha që do të kalosh me miq dhe familjar do të të ndihmojë të ecësh në drejtimin e duhur, para se festat e fundvitit të marrin me vete në atmosferën e tyre të ngrohtë, do të ndjesh nevojën të qetësohesh dhe të rikthehesh tek vetja. Si çdo gafore, të pëlqen të gërmosh brenda vetes, të kuptosh çfarë po të shqetëson dhe çfarë mungon. Sqarimi i mendimeve, idetë e para për drejtimin që do të marrësh do të fillojnë të dalin vetë. Tani është momenti të ndash atë që ka vlerë nga ato që nuk vlen. Ti ke plotësisht aftësinë të kuptosh çfarë është thelbësore dhe çfarë është e tepërt. 2 javët e dyta, koha për të përgatitur planet. Në pjesën e dytë të dhjetorit, Urani do të nxisë të veprosh shpejt, por Saturni do të mbajë me këmbë në tokë. Ai të kujton të mos nxitohesh, të mos ndërmarrësh hapa pa menduar dhe të shikosh drejt afatit të gjallë. Edhe pse ndjen nevojë urgjente për ndryshim, e di shumë mirë që çdo veprim ka pasoja. Kjo do të shtyjë të ndryshosh disa zakone të përditshme që e ke kuptuar se nuk të bëjnë mirë. As fizikisht e as emocionalisht, për gjërat e mëdha ke kohë të mendosh më vonë. Kjo qetësi dhe mençuri është një pikë e fortë për ty, diçka që disa vite më parë nuk do ta kishe pasur kaq lehtë. Bëj kujdes me financat, impulsiviteti që sjell Urani mund të të fusë në rrezik financiar. Mund të tundohesh të blesh gjëra që nuk i ke realisht të nevojshme ose të marrësh vendime të ngutura me kursimet. Nëse nuk do probleme me llogarit, mos harxho për gjëra të kota dhe mos u rreziko me investime të pamenduara. Pasi ta qetësosh këtë energji impulsive, do të arrish të krijosh një strategji më të qartë për paratë. Madje mund të gjesh edhe mënyra interesante kursimi që të duken të leverdishme. Hëna e re, 19 dhjetor, kjo hënë e re të nxit të flasësh hapur me njerëzit që beson. Shpërndaje dyshimet e tua dhe dëgjo këshillat e tyre me vëmendje. Edhe pse ti ke dëshirë të jesh i pavarur, jeta tregoj se përvoja njerëzore është e përbashkët, është humbje të mos përfitosh nga mbështetja e tyre. Dhe mos haro, kur ata të kenë dyshime, edhe ti do të jesh aty për t'i dëgjuar, të ndihmosh dhe të ndihmohesh është pjesë e rëndësishme e jetës. Luani, edhe pse kjo mund të shqetësojë ata prej jush që janë më të kujdesshëm, lidhja astrologjike e këtij dhjetori mund të jetë një ndihmë e madhe për zhvillimin tuaj personal, një proces që ju ka marrë mendjen për një kohë. Në qendër janë Hëna, Uranusi dhe Pluto, të cilat tregojnë dëshirën tuaj të thellë për të jetuar një jetë në harmoni të plotë me vlerat tuaja kryesore. Ato gjithashtu tregojnë aftësinë tuaj për të marrë vendimet e duhura dhe sensitivitetin tuaj të veçantë, si në jetën romantike ashtu edhe në atë profesionale. Ndryshime të rëndësishme mund të ndodhin gjatë javëve të ardhshme. Përgjegjësia juaj është të siguroni që zgjedhjet tuaja të jenë të qëndrueshme dhe që qëllimet tuaja të jenë të sinqerta.
Me karakterin tuaj luanesh, duket se keni të gjitha mjetet që ju nevojiten. A jeni gati për këtë sfidë të re? 2 javët e para, të kuptosh vlerat e ndryshimit me afrimin e sezonit të festave, gjatë gjysmës së parë të dhjetorit do të ndiheni ndryshe. Instinkti juaj do t'ju tregoj se jeta juaj e përditshme mund të jetë edhe më e mirë. Nuk bëhet fjalë të hedhni gjithçka pas dore, por do të kuptoni se duhet të mendoni për nevojat tuaja që ende nuk janë plotësuar. Sensitiviteti i madh që do të ndjeni në fund të vitit është një aset i vlefshëm, pasi do t'ju lejojë të dalloni lehtësisht ato pjesë të jetës që nuk i përkasin më personit që jeni sot. Mos e shikoni këtë si një dështim. Me kalimin e kohës, është krejt normale që dëshirat dhe aspiratat tuaja të kenë ndryshuar. Një jetë romantike emocionuese në një marrëdhënie serioze? Përdorni kalimin e Plutos në qiellin tuaj për të frymëzuar marrëdhënien tuaj. Edhe pse nuk keni dyshime për ndjenjat tuaja ndaj partnerit, ndjeni se marrëdhënia juaj ka nevojë për ndryshim për të qëndruar e fortë. Jeni beqar? Mos gjykoni nga pamja e jashtme. Disa nga njerëzit që takoni nuk kanë domosdoshmërisht qëllimet më të mira. Prisni derisa të jeni të sigurt për sinjalin i gjelbër para se të përfshiheni plotësisht. 2 javët e dyta, veprimi mbi ndryshimet. Takimi i Uranusit me Plutonin shoqërohet pa dyshim me idenë e ndryshimit, evolucionit dhe marrjes së vendimeve. Për shkak të kësaj lidhjeje astrologjike, ndryshimet më të mëdha mund të ndodhin në jetën tuaj profesionale, gjë që mund t'ju shqetësoj pak. Për të mos marrë vendime që mund t'i pendoheni shpejt, është e rëndësishme të bëni një hap mbrapa dhe të shikoni situatën me qetësi, në mënyrë që të kuptoni çështjet që ju mbajnë të zënë mendërisht. Në gjysmën e dytë të dhjetorit, do të merrni kohën për t'i kuptuar nevojat tuaja dhe, nëse duhet, për të rishikuar rrugën tuaj. Edhe pse keni dëshirë që gjërat të lëvizin shpejt, është thelbësore të mendoni për ndryshimet në perspektivë afatgjallë. Mos veproni pa qenë e domosdoshme. Festat janë të mira për ju, problemet që po përjetoni kanë shtëruar pak energjinë tuaj. Gjatë sezonit të festave, do të përfitoni nga prania e të dashurve tuaj për të lënë mënjan vështirësitë dhe për t'u rikthyer tek nevojat themelore. Koha që do të ndani me miqt dhe familjen do t'ju ndihmojë të rifreskoni bateritë. Ndonjëherë duhet thjesht t'i lini shqetësimet e përditshme pas dore. Jeta mund të duket e thjeshtë kur e shikoni nga perspektiva e duhur. Hëna e re e dhjetorit do t'ju ndihmojë të zgjeroni mundësitë tuaja. Duke ju përballur me mënyra të reja të menduarit dhe opinione të reja, ajo do t'ju lejojë të gjeni përgjigje origjinale për problemet që po hasni. E vërteta shpesh nuk ndodhet aty ku e prisni më shumë. Birgjeresha, kalimi i diellit, Jupiterit dhe Plutonit në qiellin tuaj këtë dhjetor është një arsye për gëzim. Kjo lidhje astrologjike e ekuilibruar dhe harmonike është një avantazh i madh për zhvillimin tuaj personal, si në jetën profesionale ashtu edhe në atë romantike. Javët në vijim pritet të sjellin sukses dhe projektet ku jeni të përfshirë mund të përparojnë më shpejt se sa prisnit. Energjia që do të ndjeni do t'ju ndihmojë të ecni përpara dhe të afroheni më shumë me qëllimet që keni vendosur për veten. Për të jetuar një jetë më në harmoni me dëshirat tuaja të vërteta, mund të jetë koha të mendoni për disa ndryshime. Aftësia juaj për t'u përshtatur do t'ju lejojë të mësoheni shpejt me këtë ambient të ri. Prania e Plutos në qiellin tuaj është veçanërisht interesante sepse do të rrisë intuitën dhe vëmendjen tuaj psikologjike 10 fish në fillim të dhjetorit. Një njeriu gjithmonë ndryshon, edhe pse herëherë mund të duket destabilizuese. Me afrimin e fundit të vitit, do të ndjeni një nevojë të fortë për rinovim. Ky ndikim do t'ju inkurajojë të jeni të sinqertë me veten dhe të eksploroni rrugë të reja për reflektim. Marrja e kohës për të analizuar me kujdes sfidat që keni përballë do t'ju lehtësojë të gjeni zgjidhjet e duhura. Pse të qëndroni në një situatë që nuk ju përshtatet kur jeta ka kaq shumë për të ofruar? Gjatë javës së parë të dhjetorit mund të ndjeni pak nostalgji. Rikthimi të kujtimet e fëmijërisë do t'ju jap mundësinë të reflektoni mbi realitetin e situatës tuaj aktuale nga një këndvështrim i ri, duke marrë parasysh ngjarjet e së kaluarës që ju kanë formuar dhe disa ëndra që mund t'i keni harruar.
Ky përballim do të ketë një efekt të thellë pozitiv mbi ju dhe rrugë të reja për ndryshim do të fillojnë të shfaqen. Shpresojmë që ato t'ju sjellin gëzim, lumturi dhe qetësi. Hëna e plot do t'ju jap kurreshtje që mund ta përdorni për të eksploruar rrugë të reja reflektimi dhe për të zbuluar thesare që nuk i kishit vënë re më parë. Mendja e hapur do t'ju inkurajoj të krijoni lidhje me të tjerët dhe të rrethoheni nga njerëzit që ju interesojnë. Bisedat me ta dhe perspektivat e reja që do të hasni do të ndihmojnë zhvillimin tuaj personal. 2 javët e dyta, e kurorzuar me sukses, prania e Jupiterit në qiellin tuaj astrologjik tregon se gjysma e dytë e dhjetorit do të jetë shumë e favorshme për ju. Vetdia që keni arritur më herët gjatë muajit ju ka ndihmuar të përballeni me disa aspekte të së kaluarës dhe të bëni të qartë se çfarë dëshironi për të ardhmen. Tani ndjeni gati të shijoni kënaqësitë që jeta ofron, pa u shqetësuar shumë për atë që thonë të tjerët. Tani, shikimi juaj do të drejtohet më natyrshëm përpara, duke shpresuar që viti i ri t'ju ndihmoj të realizoni disa nga ëndrat dhe qëllimet tuaja afatshkurtra. Megjithatë, do të keni inteligjencën për të mos ngatëruar shpejtësinë me ngull. Nëse dëshironi që veprimet tuaja të kenë sukses, është thelbësore t'i mendoni ato në perspektivë afatgjatë. Hëna e re e dhjetorit sjell dritë, dëshirën për të eksploruar gjëra të reja dhe një nevojë për liri. Për të kuptuar më mirë sfidat që keni përpara, do t'i kërkoni mendimet e të dashurve tuaj. Këtë vit Krishtlindjet do t'ju sjellin ëmbëlsinë që ju nevojitet për të ecur përpara. Të qëndroni pranë të dashurve tuaj do t'ju jap një ndjenjë sigurie të thellë. Dhjetori 2025 për peshoren, lidhja e Merkurit, Jupiterit dhe Plutonit në qiellin tuaj astrologjik këtë dhjetor është shumë pozitive. Në ndikimin e këtyre 3 planetëve, shpejt do të ndjeni erat e ndryshimit që ju shtyjnë përpara. Këto ndikime do t'ju çojnë drejt mundësive të reja dhe të paprekura më parë. Javët e ardhshme do të jenë të përqendruara në ndryshim dhe marrje vendimesh. Edhe pse jeta juaj tani është e sigurt dhe e qetë, ajo nuk ju duket më aq e kënaqshme sa më parë, dhe duket se ka ardhur koha për një lloj rebelimi pozitiv në shtëpi dhe në punë. Do të përdorni kohën tuaj të lirë për të hartuar një strategji që i përshtatet planeve tuaja. Pasi të keni menduar me kujdes për pasojat e mundshme të çdo vendimi. Kjo do t'ju ndihmoj të mos jepni lehtë pas impulsit emocional dhe të veproni me mendim të qartë. Çat Said, 2 javët e para, në ndikimin e Merkurit, në fillim të dhjetorit, do të bëheni të vetëdijshëm për disa mangësi në jetën tuaj aktuale. Sepse dëshironi të jetoni në harmoni me vlerat tuaja të vërteta, do të keni guximin të shikoni gjërat me sinqeritet, pa fshehur ato që nuk ju pëlqejnë, në vend që të ndiheni keq për veten. Do të përdorni këtë moment për të rishikuar rutinën tuaj të përditshme dhe për të nisur një kapitull të ri në jetën tuaj. Si shumica e peshoreve. Shpesh ju nevojitet diçka e re për t'u ndjerë vërtet të entuziazmuar nga jeta. Sfidat e javëve të ardhshme do t'ju ndihmojnë të shihni botën me një perspektivë të re dhe të maksimizoni potencialin tuaj. Nuk ka arsye për të mos u entuziazmuar. Rinovimi i jetës sentimentale. Nëse jeni në një marrëdhënie serioze, ky periudhë reflektimi do të përfshijë edhe vlerësimin e çiftit tuaj. Ndoshta rutina juaj ka filluar të bëhet e njohur dhe pak monotone? Për ta rifreskuar marrëdhënien, mund të sugjeroni partnerit të eksploroni së bashku rrugë të reja dhe përvoja të panjohura. Nëse jeni beqar, nuk keni nevojë domosdoshmërisht për një partner për të ndjerë kënaqësi në jetën tuaj të përditshme. Pavarësia ka shumë përfitime. Hëna e plotë dhe dhjetorit ju inkurajon të relaksoheni, të jeni të hapur ndaj gjërave të reja dhe të eksploroni. Pavarësisht bindjeve dhe sigurisë që keni, zbulimi i gjërave të reja është një nevojë themelore. Në ditët që vijnë, do të përfitoni nga ndikimi i hënës për t'u angazhuar në aktivitete të reja, për të biseduar lirshëm me të panjohur dhe për të zbuluar peizazhe të bukura. Kur shikoni jetën nga një këndvështrim i ndryshëm, risia nuk është kurrë larg. 2 javët e dyta, përmirësimi i mirëqenies. Prania e Merkurit në qiellin tuaj astrologjik është një shenjë shumë e mirë. Kjo planet do t'ju ndihmojë të shihni përtej shqetësimeve të vogla të përditshme dhe të mendoni për veprimet tuaja në perspektivë afatgjate.
Në gjysmën e dytë të dhjetorit, inteligjenca juaj e mbredh do t'ju ndihmojë të përcaktoni më qartë prioritetet kryesore dhe të zbatoni një strategji konkrete për të avancuar projektet tuaja personale. Shpejt do të ndjeni kënaqësi më të madhe me gjërat rreth jush. Jeni të vetëdijshëm për qëllimet që dëshironi të arrini, të sigurt për aftësitë tuaja dhe të rrethuar nga njerëz që duan suksesin tuaj. Duket se për momentin nuk mund t'ju ndodh asgjë e keqe. Sezoni i festave është një dhuratë për peshorët që duan të marrin pak pushim nga problemet dhe vështirësitë e përditshme, madje edhe nga dëshirat dhe nevojat personale. Koha e kaluar me të dashurit do t'ju kujtojë se jeta e një njeriu nuk është vetëm punë, sukses apo pamje. Për të ndjerë lumturi dhe siguri, ju nevojitet të ndiheni pjesë e një tërësie më të madhe se vetja juaj. Kjo është arsyeja pse feja, familja, arti, natyra dhe miqt janë kaq të rëndësishëm. Hëna e re e dhjetorit ju inkurajon të tregoni durim, tolerancë dhe empati ndaj të dashurve tuaj. Duke i dëgjuar me vëmendje, mund të vini re se disa prej tyre kanë nevojë për mbështetjen tuaj. Akrepi, keni ndjerë se jeta juaj e përditshme nuk është aq e kënaqshme sa mund të ishte? Dëshironi ta rregulloni paksa këtë gjendje, nëse po, do t'ju pëlqejë ta dini se qielli astrologjik për Akrepin është plotësisht në favorin tuaj këtë dhjetor. Me ndikimin e Diellit, Marsit dhe Uranusit, qielli juaj thekson motivimin tuaj për të jetuar jetën që besoni se e meritoni, si dhe aftësinë për të marrë vendimet e duhura për të arritur këtë në javët e ardhshme. Entuziazmi dhe motivimi juaj do t'ju ndihmojnë të përparoni projektet tuaja dhe të bëni disa ndryshime të rëndësishme. Në shtëpi, në punë dhe me miqt, ndryshimi padyshim do të jetë në agjendë. Vetëm sigurohuni që vendimet tuaja të përputhen qartë me nevojat e vërteta dhe së shpejti do të keni perspektiva shumë premtuese. A jeni gati të përqafoni jetën në maksimum? 2 javët e para, në ndikimin e Diellit. Kalimi i Diellit në qiellin astrologjik të Akrepit sjell era të ndryshimit që do t'ju shoqërojnë butësisht. Në ndikimin e Diellit, do të jeni gati të shikoni me sinqeritet situatën tuaj dhe të kuptoni se cilat aspekte të jetës suaj të përditshme ju shqetësojnë më shumë sot. Mangësitë që do të zbuloni mund të lidhen me marrëdhënien me punën, jetën si çift apo situatën financiare. Në vend që të riktheheni tek zakonet e këqija, do të kërkoni mënyra të reja për të përmirësuar gjërat duke plotësuar dëshirat dhe aspiratat tuaja. Në gjysmën e parë të dhjetorit, do të jeni të angazhuar në rritjen e vetdijes, gjë që do t'ju sjellë kënaqësi dhe zhvillim personal. Mos habiteni nëse ndjeni papritmas një emocion të fortë për jetën. Fundi vjeshtës dhe një rilindje, si shumë akrepe, jeni të vetëdijshëm se fati i një njeriu rrallë ndjek një linjë të drejtë. Në fillim të dhjetorit, me afrimin e fundit të vitit, do të keni guximin të merrni vendime dhe të veproni mbi ndryshimet për të cilat keni menduar muaj më parë. Do të keni një qëllim të qartë, ta bëni jetën tuaj të përditshme më të këndshme dhe të mos lejoni që të tjerët të ju shtypin. Keni burime të shumta për të ecur përpara. Hëna e plot dhe 4 dhjetorit. Hëna e plot dhe dhjetorit do t'u sjellë kënaqësi akrepëve të interesuar për zhvillimin e karrierës. Në ndikimin e saj, cilësitë tuaja do të vijnë re nga njerëzit që kanë rëndësi. Burimet që mund të përdorni në ditët në vijim janë sensi i strategjisë, vendosmëria dhe aftësia për të menduar për veprimet tuaja në perspektivë afatgjate. Këto cilësi do të vlerësohen gjithashtu nga të tjerët, sidomos nëse jeni duke kërkuar një punë. 2 javët e dyta për veprim. Prania e Marsit në qiellin tuaj astrologjik tregon se në fund të dhjetorit do të tregoni vendosmëri të jashtëzakonshme, guxim të admirueshëm dhe forcë të madhe karakteri. Të vetëdijshëm për anët jo të përsosura të situatës suaj, askush nuk do të ketë nevojë t'ju lutet për të marrë fatin tuaj në duar dhe për të bërë një pastrim pranveror në jetën tuaj. Kjo energji e re mund të ndikojë gjithashtu në jetën tuaj profesionale. Nga tani e tutje, nuk do të lejoni që të tjerët të ju shtypin ose të mos qëndroni për atë që mendoni se është e drejtë. Ju keni një ide më të qartë të qëllimeve që dëshironi të arrini dhe nuk do të lejoni askënd të dëmtojë projektin tuaj. Përdorni fuqitë tuaja për të marrë atë që dëshironi. Jeta juaj e dashurisë ju mbështet. Jeta juaj romantike do t'ju ndihmojë të menaxhoni ndryshimet që po bëni në fund të dhjetorit.
Në një marrëdhënie, do të dëgjoni me kujdes këshillat e partnerit tuaj, i cili e kupton mirë nevojat, resurset dhe kufizimet tuaja. Jeni beqar dhe kërkoni shpirtin binjak? Loja e joshjes nuk do t'ju ketë më sekret. Ajo do t'ju ndihmojë të lehtësoni disa nga presionet që ndjeni dhe të merrni pak distancë nga sfidat aktuale. Në jetë, çdo gjë ka kohën e vet, hëna e re ju inkurajon të zhvilloni më shumë jetën sociale dhe të rrethoheni sa herë të ndjeni nevojën me njerëzit që i besoni. Si shumica e akrepëve, ju duhet të ndiheni të mbështetur për të shfrytëzuar potencialin tuaj maksimal. Bisedat me të dashurit do t'ju japin energji të re dhe do t'ju ndihmojnë të shihni gjërat nga një perspektivë tjetër, duke e bërë më të lehtë për ju të përballoni situatën tuaj me qetësi. Shigjetari, sipas yjeve në qiellin tuaj astrologjik, gjithçka tregon se ky dhjetor do të jetë një muaj veçanërisht i kënaqshëm për ju. Në ndikimin e përbashkët të Merkurit, Marsit dhe Neptunit, shigjetari mund të presë të ndjehet plot energji, veçanërisht në punë apo në jetën romantike. Dëshironi të përparoni me projektet tuaja të jetës, apo të prisni disa nga zakonet tuaja të këqija. Yjet janë plotësisht në favorin tuaj. Megjithatë, pavarësisht entuziazmit aktual për jetën, nuk do të ndjeni presion për të vepruar menjëherë apo të kufizoheni nga koha. 2 javët e para, në ndikimin e Neptunit, mund të gëzoheni për praninë e Neptunit në qiellin tuaj astrologjik. Ky planet, shumë i vlerësuar nga specialistët e astrologjisë, do t'ju inkurajojë të bëni realitet ëndrat tuaja dhe të sfidoni disa nga zgjedhjet që keni bërë, fal ndikimit të tij. Do të keni guximin të hiqni shamfin e syve dhe të shikoni me sinqeritet situatën tuaj, pa e shmangur sa herë që hasni diçka që nuk ju pëlqen. Ju kur nuk keni qenë tipi që pranon një situatë që nuk i përshtatet afatgjat. E dini mirë se të kuptosh gabimet tuaja nuk është pranimi i një dështimi. Përkundrazi, është një mundësi për të korrigjuar gjërat dhe për të ecur përpara. Në gjysmën e parë të muajit, pikërisht këtë do të dëshironi në thellësi të zemrës. Fundi vjeshtës dhe një cikël i ri, mos u habisni nëse ndjeni nevojën për të ndryshuar disa nga zakonet tuaja në fillim të muajit. Ndërsa shumica e njerëzve presin janarin për vendime të reja, ju do të jeni pak më përpara këtë vit. Yjet sugjerojnë se do të ndjeni nevojën më të madhe për të shqyrtuar balancën punë-jetë. Shumë zgjidhje janë të mundshme për ju, lajme të mira, pra, hëna e plotë e dhjetorit është një bekim për shigjetarët që shqetësohen për jetën e tyre emocionale. Në ndikimin e saj, do të ndjeni një butësi të pafund ndaj njerëzve të rëndësishëm për ju dhe do të dëshironi të shprehni mirënjohjen. Si rezultat, lidhjet që ju bashkojnë do të forcohen. Mos harroni, të dashurit tuaj janë themeli më i fortë mbi të cilin mund të ndërtoni rritjen tuaj personale. 2 javët e dyta, për veprim, takimi i Marsit dhe Merkurit është një shenjë e favorshme për ndryshime në jetën tuaj. Në ndikimin e këtyre 2 planetëve, do të ndiheni mjaft guximtar për të vënë mendimet në veprim dhe për të filluar të realizoni ndryshimet që dëshironi. Në këtë kontekst energjik, është shumë e mundur që jeta juaj e përditshme të evoluojë shpejt, veçanërisht në aspektin profesional. Duke mos ndjerë ndonjë urgjencë, do të merrni kohën tuaj për të përcaktuar më qartë linjat e përgjithshme të strategjisë suaj. Strategjia duhet të përfshijë disa pika ndalesash që do t'ju japin kohë më vonë për të vlerësuar se sa larg keni shkuar. Nëse jeni në një marrëdhënie, mund të mbështeteni te partneri juaj, i cili do të jetë një aleat i përkryer. Kush më mirë se partneri mund t'ju udhëzojë drejt një rrugë që reflekton shpresat dhe ëndrat tuaja. Shpirti i festave ju ndihmon të rifokusoheni, edhe pse zakonisht nuk ju pëlqen shumë sezoni i festave. Këtë vit ai do t'ju ndihmojë të qetësoni mendjen dhe të kaloni kohë duke rifreskuar energjitë, i rrethuar nga të dashurit tuaj. Pas disa ditësh pushimi, kur do të riktheheni në veprim, do të jeni më të përgatitur se kurrë për sfidat që do të hasni. Është gjithmonë më mirë të fillosh luftën në shëndet të plotë, si fizikisht ashtu edhe shpirtërisht. Hëna e re e dhjetorit ju inkurajon të sfidoni disa nga zakonet e pashëndetshme dhe të realizoni ndryshime. Si shumica e shigjetarëve, potenciali juaj shfaqet më mirë në reformat e reja. Pra, mos kini frikë të ndryshoni disa aspekte të jetës suaj të përditshme.
Vetëm duke eksploruar fushën e mundësive mund të gjeni një mënyrë jetese në harmoni të plot me vlerat tuaja. Bricjapi, qielli astral i Bricjapit, i prekur nga Marsi, Neptuni dhe Plutoni, tregon entuziazmin e jashtëzakonshëm për jetë që do të ndjeni gjatë gjithë muajit, por edhe dëshirën e thellë për të krijuar një rutinë që respekton vlerat që kanë më shumë rëndësi për ju. Prania e këtyre 3 planetëve është një shenjë inkurajuese për rritjen tuaj të ardhshme. Megjithatë, ashtu si gjithmonë kur bëhet fjalë për zhvillim personal, do të jetë e rëndësishme të mësoni të kanalizoni energjinë e madhe që do të kalojë përmes jush në javët e ardhshme. Nëse i përgjigjeni menjëherë nevojës për ndryshim, ekziston rreziku real që disa zgjedhje t'i pendoheni shpejt. Pak durim do të jetë i nevojshëm për të vepruar me mençuri dhe për të ndërtuar një bazë të qëndrueshme për të ardhmen. Mund të gëzoheni për kalimin e Marsit në qiellin tuaj astral, pasi kjo tregon se do të mund të përdorni energjinë tuaj për të avancuar projektet, qofshin ato të lidhura me jetën tuaj sentimentale apo karrierën. Për të afruar më shumë me qëllimet tuaja, nuk do të jeni duke numëruar orët, si shumë Bricjap, gjithmonë keni besuar se suksesi ja vlen përpjekjes që kërkon, prandaj nuk keni ndërmend të prisni dhuratë nga qielli. Motivimi juaj do të jetë më i dukshëm në jetën tuaj të përditshme në punë, nëse nuk ngatëroni ngutjen me shpejtësinë. Mund të ndodhë që t'ju ofrohen përgjegjësi të reja ose të vijen re nga persona të rëndësishëm. Po kërkoni punë. Energjia juaj do të tërheqë rekruterët, një jetë dashurore e zjarrt, për shkak të këtij konjunksioni astral, entuziazmi që do të ndjeni në gjysmën e parë të dhjetorit do të reflektohet edhe në jetën tuaj sentimentale. Jeni në një lidhje afatgjatë? Edhe pse po vjen dimri, libidoja juaj ka gjasa të arrijë nivele rekord. Kjo duhet të mjaftoj për të sjellë frymë të re në marrëdhënien tuaj. Jeni beqar? Dëshira për të njohur njerëz të rinj do të jetë më e fortë se frika nga refuzimi. Për të arritur qëllimet tuaja, do të jeni më shumë se gati të dilni nga zona juaj e rehatisë. Hëna e plotë e dhjetorit do t'ju ofrojë një mundësi të veçantë për të reflektuar qetësisht mbi kuptimin që dëshironi t'i jepni ekzistencës suaj. Edukimi dhe vlerat e mjedisit social shpesh pengojnë shprehjen e nevojave tuaja lirshëm, sikur ndiheni të kufizuar nga forca më të mëdha. Por ditët që vinë, duke qenë të gatshëm të përfitoni plotësisht nga mundësitë, do të rebeloheni. Tani nuk keni zgjidhje tjetër veç se të ecni përpara. Në fund të këtij muaji, pothuajse me siguri do të ndjeni një dëshirë të thellë për ndryshim. Në mendjen tuaj, kjo do të duket si zgjidhja e vetme nëse dëshironi të rifitoni pak qetësi. Në këtë kontekst astral shpërthyes, ka shumë mundësi që të lëkundeni nga momentumi dhe të merrni disa vendime të nxituara. Planetet ju këshillojnë të tregoni durim dhe të mendoni me kujdes për pasojat e mundshme të veprimeve tuaja. Pas gjithë kësaj, ja vlen të mbani mend se ajo që dëshironi me gjithë zemër një ditë, nuk është gjithmonë po aq e dëshirueshme ditën tjetër. Vetë përmbajtja është një virtyt që shpesh neglizhohet. Thjesht mos e harroni këtë gjatë këtij sezoni festash. Praninë e të dashurve tuaj mund ta konsideroni një bekim të vërtetë. Mundësia për të kaluar kohë duke biseduar me ta do t'ju ndihmojë të rivendosni pak rend në mendjen tuaj dhe të kuptoni më mirë obsesionet aktuale. Nëse doni të dini rrugën më të mirë përpara, është e këshillueshme të mendoni fillimisht për atë nga keni ardhur. Kur të ktheheni në shtëpi, do të ndiheni të qetësuar dhe të fuqizuar nga këto biseda, gjë që gjithashtu do t'ju ndihmojë të ndiheni më të qetë kur të konsideroni të ardhmen tuaj. Hëna e re e dhjetorit do t'ju ndihmojë të kuptoni se durimi gjithmonë mbizotëron mbi forcën e ashpër. Ujori, një fundvit i favorshëm për ndryshim. Saturni, Urani dhe Plutoni janë 3 planetet që do të kalojnë qiellin tuaj astral në dhjetor. Ndikimet e tyre sugjerojnë se për ju kjo periudhë është shumë e favorshme për të marrë vendime dhe për të bërë ndryshime. Ndoshta kohët e fundit keni ndjerë se rutina juaj e përditshme nuk është më po aq kënaqëse sa më parë dhe keni vendosur të ndryshoni disa gjëra, ka çdo arsye për të besuar se do të keni sukses. Javët në vijim do t'ju japin mundësinë të reflektoni mbi të gjitha aspektet e situatës suaj, dhe këto reflektime do t'ju ndihmojnë të gjeni zgjidhje interesante për vështirësitë që po përballoni aktualisht.
Duket se vendimet për vitin e ri do të sjellin efekt më herët tashmë në dhjetor. Megjithatë, për të qenë të qëndrueshme, zgjedhjet tuaja kërkojnë kohën e duhur për të menduar me kujdes dhe për të marrë parasysh pasojat e mundshme. Durimi është një virtyt që shpesh neglizhohet, por tani do të ketë rëndësinë e duhur. 2 javët e para në ndikimin e Plutonit, kalimi i Plutonit në qiellin tuaj astral është një shenjë interesante. Ndërsa ndonjëherë friksohet nga astrologët, kjo planet tregon se tani jeni gati të lini pas çfarë i përket së kaluarës dhe të përqendroheni plotësisht në të ardhmen tuaj. Në 2 javët e para të dhjetorit, nuk do të ishte çudi nëse do të vendosni të përballeni me disa nga traumën e së kaluarës, për të kuptuar më mirë frikërat që ndonjëherë ju pengojnë të ecni përpara aq shpejt sa dëshironi. Edhe pse ky proces mund të nxjerrë në pa emocione të fshehura, ai është thelbësor për rritjen tuaj personale. Nëse arrini të çlironi lidhjet që ju mbajnë të lidhur me vuajtjet e së kaluarës, do t'i jepni vetes një mundësi më të mirë për të ndjerë qetësi për të ardhmen, mbështetje emocionale e mirëpritur. Nëse jeni aktualisht në një marrëdhënie, do të gjeni tek partneri juaj një mbështetje qetësuese që do t'ju ndihmojë të kaloni këtë periudhë më lehtë se sa do ta bënit vetëm. Këshillat e partnerit do t'ju ndihmojnë të ndiheni më qetë ndërsa analizoni vështirësitë dhe ndoshta t'i shihni ato nga një këndvështrim i ri. Koha që do të ndani me partnerin gjithashtu do t'ju ndihmojë të relaksoheni dhe të rifitoni energji në krahët e dashurisë. Pak pushim i merituar para se të riktheheni në sfida. Hëna e plotë e këtij dhjetori ju fton të shijoni kohën me të dashurit dhe të ndani me ta mendimet tuaja. Sezona e festave po afron dhe kjo periudhë duhet t'ju jap mundësinë të rifitoni energji dhe të bëheni të vetëdijshëm se sa me fat jeni që jeni rrethuar nga njerëz që ju duan, ju mbështesin dhe ju njohin thellësisht. Kur të vijë radha e tyre për të pasur nevojë për mbështetje, ju nuk do ta harroni këtë favor. Empatia dhe ndarja janë disa nga thesaret më të çmuara të ekzistencës njerëzore. 2 javët e dyta për të rifokusuar veten. Hëna e re e këtij dhjetori inkurajon shigjetarin të jenë të sinqert me veten dhe të shikojnë sa më sinqerisht realitetin e situatës së tyre. Periudha e introspektimit që do të përjetoni në ditët në vijim do të kontribuojë aktivisht në procesin e rritjes personale, kaq të rëndësishme për ju. Misioni juaj, nëse e pranoni, është të njihni më mirë vetveten për të kuptuar më qartë rolin tuaj në këtë botë. Peshqit, një dhjetor i harmonishëm për ju. Duke pasur parasysh këtë konjunksion të veçantë astrologjik, peshqit mund të presin një muaj dhjetor të qetë dhe të harmonishëm. Takimi i Marsit, Saturnit dhe Neptunit krijon një ekuilibër të bukur që do t'ju ndihmojë të angazhoheni plotësisht në projektet që ju janë të dashura dhe të ndiheni rehat në jetën tuaj të përditshme, në punë, në shtëpi dhe me miq. Javët që vijnë do t'i përjetoni me humor të mirë. Ju jeni të vetëdijshëm për vlerën tuaj të vërtetë, ndaj do të jeni gati të tregoheni në qendër të vëmendjes kur të shfaqet një mundësi interesante. Do të dini gjithashtu të tregoheni të durueshëm kur situata e kërkon këtë. Për të arritur një ditë ëndrat tuaja, do të jeni të gatshëm të bëni përpjekjet e nevojshme. Gjithçka vjen në kohën e duhur për ata që din të presin, siç na kujton një thënie e njohur. 2 javët e para në ndikimin e Neptunit. Prania e Neptunit në qiellin astrologjik të peshqve tregon një periudhë ku do të bëheni më të vetëdijshëm për dëshirat, aspiratat dhe nevojat e fshehura. A ndodh që ndonjëherë të ndiheni sikur po humbisni disa kënaqësi të jetës për shkak të frikës se nuk po përmbushni ëndrat tuaja? Në ndikimin e Neptunit, do të kuptoni se asgjë nuk është e paarritshme. Si shumë peshq, për ju është e rëndësishme të jetoni një jetë që reflekton vlerat tuaja të vërteta. Ky klimë astrale sugjeron se tani është koha të veproni sipas bindjeve tuaja dhe të luftoni për atë që dëshironi me të vërtetë brenda vetes. Gjatë këtij procesi afirmimi, do të mund të mbështeteni në durimin, guximin dhe vendosmërinë tuaj. Vlera e këtyre burimeve është e paçmuar. Një jetë perfekte dashurie, nëse jetoni me diçka që ju do dhe ju kupton, në 2 javët e para të dhjetorit marrëdhënia me partnerin do të forcohet më shumë se kurrë. Intensiteti i ndjenjave tuaja tregon se lidhja juaj është e destinuar të zgjasë. Nëse jeni beqar, a dini vërtet se çfarë dëshironi nga marrëdhënia juaj e ardhshme romantike? Vetëm duke qenë
I përgatitur për çdo eventualitet do t'i jepni vetes shansin më të mirë për të takuar shpirtin binjak. Hëna e plotë e dhjetorit do të jetë ideale për peshqit që duan të eksplorojnë dhe të zbulojnë. Ajo ju fton të dilni jashtë zonës së rehatisë, duke ju dhënë mundësinë të pasuroni pikpamjet tuaja dhe të zbuloni perspektiva të reja. Ndikimi i saj mund të ndjehet edhe në jetën tuaj sentimentale, sidomos nëse jeni beqar. Një takim i rëndësishëm mund të jetë afër, keni kujdes nga rrethi juaj i afërt. 2 javët e dyta të dhjetorit, veprim dhe mençuri. Prania e përbashkët e Marsit dhe Saturnit është një dhuratë për peshqit të përkushtuar ndaj mirëqenies dhe zhvillimit personal. Në ndikimin e këtyre 2 planetëve do të ndjeni frymëzimin për ndryshim dhe rinovim drejt fundit të vitit. Ky ndikim do t'ju ndihmojë të angazhoheni plotësisht në projektet tuaja jetësore dhe të merrni vendime të mençura kur situata e kërkon. Duke qenë gjithmonë të kujdesshëm, asnjë nga vendimet tuaja nuk do të jetë nxituar. Saturni ju mëson durim dhe qartësi, nuk ka kuptim të fitosh një betejë dhe të humbasësh luftën. Aftësia juaj për të parë panoramën e madhe është një forcë e padiskutueshme. Përfitoni nga pushimet për të rifituar energji. Dhjetori sjell një sezon të këndshëm pushimesh, ku do të forconi lidhjet me familjen dhe të afërmin. Ndërsa keni një vizion të qartë për qëllimet që dëshironi të arrini në të ardhmen, është po aq e rëndësishme të dini nga vini për të ndjerë të plotësuar. Momentet të kaluara me të dashurit tuaj do t'ju ndihmojnë të kuptoni më mirë besimet tuaja, vizionin për jetën dhe edhe gabimet tuaja. Hëna e re e dhjetorit ju inkurajon të reflektoni mbi vendin që dëshironi të zini në këtë botë. Në ndikimin e saj do t'i bëni vetes shumë pyetje që do t'ju ndihmojnë të pozicionoheni më rehat në shoqëri dhe të keni një vizion më të qartë për zgjedhjet që duhet të bëni. Ky proces vetëm sa do të forcojë zhvillimin tuaj personal që ju ka preokupuar për një kohë.